Përshëndetje të gjithëve, sot do bëjmë makinë shumë të veçantë. Është gjenerata pare Porsche Cayenne-it, versioni facelift, po jo standarde, s'ka lidhje me standarde në fare. Mu ma ka hiq trunin fare, kom pas për herë qefto, ja shifeni. Porsche Cayenne T-Kart Magnum i 2009-ës, viti fundit që janë prodhu kjo gjenerata Cayenne-it, është spektakël fare. Nuk ka lidhje me standardin, që në ngjyrë, që ka dalë bardhë prej fabrike, po nuk është e veshme, e ka bo T-Karti kështu. Ja ku është Magnum, çdo gjë e ka të T-Kartit, dhe i shohim ka edhe ato pullat e sigurisë, marmitat T-Kart, mrapa kolbi, shive sa e gjonë është. Disjet 23-eshe, frenat qeramike, 315-eshe me profil 25, goma 23-eshe. Shumë të ralla për t'i gjetë, shumë të ralla. Dimrore zgji, qofse keni gjeti makinë që u pëlqe, edhe doni ma e ble, gjithmonë para se me shku ma e mor makinën, ose edhe para se me shku ma e pa nga afër, për herë duhet mi boj kontrol me Car Vertical. Keni edhe linkun këtu poshtë, keni 20% ullje, ose fusni kodin Alcar CZ edhe prape keni 20% ullje, edhe u del komplet historiku makinës, u dalin qose ka pas aksidente, qose është akoma me kredi edhe ka kredi pa paguajt, qose është përdor taksi, që të gjitha. Gjeta këtë gëlen kupe, shumë e bukur, 350 që naft, edhe çmimin e kishte shumë mirë, po para se me ble, normalisht duhet me e pa me Car Vertical, mjafto me fut targën edhe japim check vehicle, ose numrin e shasis qose s'është me targë angleze. Vazhdon gjeneron raportin ton, edhe pastaj kur t'jet gati, del reporti ready edhe vetëm view report shtypim edhe na dalin me radhë. T'jep edhe i scored vetin Car Vertical, kjo e pas ka 90 nga 100, më thonë nuk është keq, po tu del direkt që është me damage, del me portokalli. Kilometrat të këto i pas janë rregull, as nuk është e vidh me as e përdor me si taksi as si gjë tjetër. Kur shkojmë tash te damage, del që kjo është kategori S. Në 2023-shin, i teti 2023, kjo është përplas edhe është bërë write-off nga inshuranca. Kategori S, as në, do më thonë ka pas goxha aksident structural, nuk është aq e mirë sa duket, kështu që nëse doj makinë sakt për vete, kjo të nimon që ti të mos shkosh blesh atë të aksidentuar, ose nëse do më morë prap se ke problem se është rregulluar mirë, pak të negociot e çmimit. Edhe herë mos harroni linkun e keni në description se fusni Alcar CZ edhe i soi me 20% ulje. Kjo ka qenë besoj për strada më e shpejt në botë atëherë kur ka dalë. 550 ku e ka qenë turbosea vetë nga fabrika. Kjo është 680. 680 kuaj në 2009 s'ka pas asi lloj lambe, asi lloj Ferrari. I ka pas kjo Ferrari 2.7 tonçe. Po normal gjithë kjo performancë ka pas edhe çmim të lartë. Kjo ka bërë 550.000 euro. Domethënë 2009 mund të merresh Porsche Carrera GT, jo më shumë se aq, rrezik edhe më lirë. Ato bën 2-3 milion tash, po pak rëndësi ka. Kjo s'ka si gjë standarde, që të para kolbi grilla edhe fenert, i ka të zi mrena, tu i ka këto ledat, poshtë ka dritat e mjegullet si ka ndryshe, kofana është karbon, dhe shohim edhe kur ta ngrejmë nga mrena, edhe para kolbi, edhe këto ansoret që është white body, edhe këto janë karbon, ngjyra shumë e bukur, por s'kena pa la interiorin, dhe shohim pastaj është historinë vete, frenat e qeramikës, qeramik karboni. Normal kjo është e gjonë edhe kur bo rrugë, se ka bo dhe rrugë gjatë, i ka paint chips ngrihen këto guralet e vegjël në autostradë, marmitat T-Kart, normal bishti i T-Kartit gjithashtu. E ka të kodin për originalitetin këtu, edhe kofana ka këto për të nxjerrë nxehtësinë. Bagazhi, siç kanë pas këto me që hapet edhe lart kështu me dy. Ka qenë që te X5-a Range Rover i kanë pas këto që hapet pjesa lart e xhamit. Hapet dhe ajo tjetra poshtë. Tani, këto nuk janë kursy me lëkurën këtu dhe me alkantarën. Kjo pjesa këtu është alkantara edhe kjo që as nuk e shef njeri, edhe këtu lëkurë komplet të kanë ndryshu. Lëkurë këtu me qepje. Nuk është i kanë ra shkurt, se s'do e shofësh bagazhin edhe me kursye, tapetin këtu. Vetin. Kjo është edhe me ganxh elektronike ka këtu me buton. Në çdo pjesë që është e T-Kartit ka kodin e vet, stikerat e vet, që tregon që është origjinale, nuk t'len me dalë në rrugë nëse si ka këtu. Në çdo pjesë e ka.
Ta shohim edhe motorin, se edhe aty nuk është standard, jo vetëm të fuqia, po edhe në pamje. Kjo është bisha që fuqizo këtë makinë 4.8 CV8 biturbo. Te pri facelifti ka qenë 4.5, tu është 4.8. Stok, si që thamë, 550 kuaj, tork një 700 Nm/m më duket kanë. Po mas që e ka morë në dorë te karti, ka 680 kuaj, torkun se ma e men, po besoj 900 sigur të i ketë Newton. Ka këto pjesë të karbonit. Edhe kofana është karbon. Mu duke çuditshme që ishte karbon. Pa këtu ku i ka ra pak boja, duket karboni poshtë. Edhe shumë e lehtë. Shumë e pastër. Ky motor është përdoret e Porsche Panamera. Panamera Turbo, Turbo S. Të versionet tjera ka qenë me aspirim pastaj, TS-ja, GTS-ja. Edhe parakolbi është karbon. Shumë e pastër. Po është e bukur edhe për ta pa me sy. Komplet të pjesë të karbonit. Edhe këto pjesë të kuqe. Tani do e shohim edhe interiorin. Ka pas disa faza modifikimi për këto, ka pas që i kanë marrë vetëm me look, vetëm me body kit të tek-artit, ose pa power upgrade, pa fuqi ndryshume të ritmet makinës, ose pa interior, me interior stock, ka si këto që janë me interior stock. Po kjo është me interiorin Desede. Për kuriozitet, që u futëm tashi, i koltuk tresh i kësaj kompanisë Desede, koltuk i thjeshtu që s'ta mush me në fare, bon të 8.000 euro. Në thonë llogarit qarë cilësie po bëhet fjallë në këtë rast. Normal se dilet janë elektrike, me memorie normal, me lambar support. Kjo e ka komplet interiorin të bom nga Desede. Gjitha fillon me qepje që këtu komplet. Vazhdo gjitha ne në për makinë, edhe këtu poshtë. Që nuk i kanë gjitha, edhe ato që janë tek art, nuk janë gjitha me interior Desede. Dhe ta shohim edhe mrena. Normal Porsche e ka pas bo Chelsea ka të majtë këtu për ngara, për ta nezë, se atëherë kanë pas bo garat ato heqin nga pista për të makina, për të hypë në makinë, për ta nezë më shpejt. Edhe këto pedanat, te kartë komplet, çdo detaj. Ma audio Bose, po me Bose ka qenë opcion i Porsche, nuk është se ja ka vu Desede këte. Cross-coatin e ka shumë bukur. Ka një ngrijet, ja se kjo kishte i gjo. Kur e mbyll makinën në ullë, po do e shohim edhe pastaj. Timoni te kartë gjithashtu, edhe timoni është i veçantë. Kjo ka këto plus minusat, s'ka pedal shifters, s'ka plus minus nga secili krah, po dush vetëm varet nga shtypti, plus minus edhe i lëviz marshet për lart e për poshtë. Kjo ka qenë e bukur që i personalizoshin ngjyrat e cross-coatit. Kjo e ka që i shkom interiorin, ka pas që i boshin bardha, të kuqe, të verdha, shumë gjë e bukur. Timoni te kartë, si që thash, të lart e ka piano black, edhe rimesën e ka piano black. Ka pas dhe me karbon, po kësaj ka shku piano black, ku prandaj ka kombinuar pronari që e ka mori pari, shumë bukur edhe këto handles këtu. Këta kanë nxjerrë pari, ka jeni i kanë nxjerrë këto, shumë bukura. Tashi edhe këtu lart te këto që është qepja, është Alcantara kaf, shive. Yes, kjo me qepje. Edhe kjo është bo, pas ka dy, si Range Roveri. Edhe kjo është lëkur komplet. Nuk është e fabrikës, normal panoramike, po komplet Alcantara kaf. Shumë e bukur, shif si vje qepja këtu. Komplet. Shumë makinë e veçanë. Kur ma pa që Jurgeni foto, u abita me thonë drejtën. Po është nga jashtë, okej, se këna pas pa. Edhe atëherë në Shqipëri këtu, ka qenë një periudhë që ka pas shumë kajena, te kartë, te gemballa. Shumica me look kanë qenë me badikite, po ka pas, këna pas pa. Po kur pash interiorin e kësaj, çmenduri fare jam habit. Kjo është edhe me locking differentials, që smeret njeri. Amortizimi komfort normal sport, ullet e ngrihet majër është. Kamer me 6 marshe, ZF më zgabofsha. Tu ka kontrollin e temperaturës, klimës, tu janë të navigatorit, computer boardit, e se ndilet me ngroje. Me ftoje s'kan pas fare si opcion këto. Kjo është për me fi kontrollin e stabilitetit fare. Edhe këte vazhdon me qepje, se dile lëkur shumë e veçan. Gjithanej me qepje. Ka pas edhe telefonin, Porsche, është edhe me sob, po telefoni Porsche këtu. Në Nokia dhe jetë, po Porsche kanë vu ato. Kjo ka pas dhe me kartë memorie këtë të navigatorit. Këta janë detaje që tashi me këto gjona e ka justifiku çmimin 550.000 euro atëherë kur e ka porosit ai burri uj, se po të mos i kishte këto, nuk do i pagunte
550.000 euro. Shive. Me perde, normal, ka perde këtu. Shive vetë, normal vazhdoj e qepëmja këtej, komplet. Kjo është me 2 vene. Këtu ka ski-through, ose mund të vesh frigoriferin mrapa, e ke ndorë vetë. Këtu ka gotat e shampanjës, në këtë rast më shumë si gota whisky, kufjet, sepse ka këto monitorat këtu, po prapa kompania e shtrenjtë që e ka punu interiorin. Këtu ka kontrollerat e klimës, individuale, normal, me 4 zona, është 2 para, 2 mrapa, edhe këtu cup holders, detajet vazhdojnë, no? Qepja gjithanej, ka të 2 stikat e vetë, shumë e bukur edhe këtu mrapa, panoramike, panorame madhe është. Nuk ka në hapësirë shumë madhe, po rehat je, nuk është se si e rehat, ka vend. Kjo është me sendile me ngroje mrapa dhe para, me ftoje s'kan pas, ta as elektrike si ka mrapa, s'kan pas si opcion asjerë këtë periudhë, po shumë e bukur. Hapësirë për komet ka, janë qëty me mrapa shumë të sendilet, po ka, mënyrë është. Po vetëm për 2 veta. Do thonë, kjo është pjesë e veçantisë që nuk i gje stoku si ka këto. Okej, Porsche ka kualitet, çdo gjë që bë me kualitet, po kjo është niveli tjetër. Siç ka qenë bravo busi. Këtë e ke bëu ti aftermarket Android? Jo, është vetë. Është origjinalja e vetja. Kam porosit tash i kanë Porsche boka ishte 1600 euro, ishte kjo e reja që më është Android Auto. Edhe i shkon kësaj. Me gjithë pamje Porsche. Çfarë thuara? Po, domethënë mund t'ja vesh edhe në 997-s. Ajo që ka mirë, pra sa ajo s'ta prish edhe autenticitetin e makinës, duket i lloj, po. Po, është e Porsche. Jo. Këtë timon e pasa shumë mirë. Po çeka. Rrish tash është komfort. Çuditës gomat më doja. Këta e ka të bukur shumë këtë ngjyrat e kilometrazhit. Të ngjyrë me makinë. Po. E ka pas Porsche këtë lloj opsioni që ja bësh edhe të bardha nëse kishte të bardhë të verdhë të bukur. Ta gjem sportje. Tash e ule, jo? Tash i ulet, a? Frenat shumë të mira i pasa. Frenat e karbonit. Marrësh e shpejt ndroja kjo, se kjo s'është për dëkë, 6 marrësh e thjesht, është DF, më duket. Me ndro shumë shpejt. Po. Do të ketë edhe një besoj. I kanë bërë një software update. Ja, po patjetër që ja kanë bërë ato, edhe TCU-n ja kanë riprogramuar me ndru më shpejt. Po, të kishte pas të pedal shifters, dhe ishte më mirë se me këto. Shpejt, po, të vonojnë këto. Po. Ja, më mirë dhe ishte. Nëse kish pas fare, për tash ta kaloj kështu. Bish. Pak makina e kanë pas performansën e kësaj atje kur ka dalë. Edhe zhurmën të bukur. Jo shumë, po fiks sa duhet. Se kjo është edhe izolu me mirë akustikisht, ta fut jashtë ngjot më shumë. Ne i shijojmë edhe i vlerësojmë tashi, po për herë kur shoh kështu makinash, kur bëj kështu makinash, e mendoj veten, llogarit se na duket shumë lek kur e ka bler e burri huaj atëherë, a kupto? Po llogarit se si është ndjeja kur ka dalë nga dyqani me këtë para 16 vjeç, a kupto? Kjo t'impresionon tani, a kupto, duket e shpejt. Imagjinoje para 16 vjeç. Si mund t'jetë duke, e ka dalë në rrugë s'ta kalo asjoni. Se llogarisim keq ne, si i paragjykojmë. Pastaj që është ai budalla ka ble Porsche ka 500.000 euro. Po budalla i ka pas edhe këto tjerat, s'ka pas veç këtaj.
Se ka pas makinë pune. Te e ka pas me vitë për shëndina. Po. Me shku në punë. Fiks. Po. Kjo ka gomat e diset e mdoja, nuk është se i bëjnë naj nërë të madhë në performancë ato. Mi pas më të vogla e më shpejt hec. Dushti. Shumë zhurë në bukur, po. Po të pak të nësaj si nxefën frenat. Jo. Kjo periudha kur janë bo këto, nuk ka qenë aq e kompjuterizume gjoja. Po, edhe mu, sikur përgjigjet pak më shumë. Shumë zhurmën e mija. Sport përgjigjet në pak më shpejt. Të hecë me nështë e dallo më shumë se i zbut amortizator të pak më shumë, edhe ta e pat ndjesin, sigur qohet. Sa jep të ndjesin. Kur e ke është duke sigur... Po kjo është mirë. Porsche është Porsche bura, kjo me vërtet kur ka dalë ka pas kritika shumë, se Porsche ka qenë makinë sportive, jo makinë që po për strada, po kjo e ka shpëtu nga falimentimi, ka jeni. Shumë veçantë. Po dhe kjo piano bleku i shko kësaj. Minjë, s'ka qenë budalë se ka bo karbone. Po ka shkursy. Shumë e mirë, në përktheje sa. Timoni se ka aq. Aq direkt. Se kur kam pas atë tjetrën në voglin ajo. Në qenje më dhjetën? Po. Ajo ka timonin më të mirë në botë. Ajo që ke pas ti, sidomos gjenerata 997, ka timonin më të mirë në botë. Mas asaj ka kalu në elektrik Porsche. Aty ka pas hidraulik, e kanë pas kritiku të modelin mrapa. Ajo ka më të mirë në botë. Ajo, plus që edhe pesh s'ka në gomat para për të ajo. Ajo ka shumë direkt timonin, s'ka ndërstir. Tashi ta bëjmë edhe për mbledhjen e videos, me zore pa ta prit me e bo, me thonë drejtën, se këto i kam pas për her fiksim. Ka Porsche Cayenne, Turbo S, po sidomos këta herë që është histori në vete, te kartë, shumë i rrallë. Çdo gjë në detaj e bome që s'ka lidhje me makinat standarde. Tashi që mora gjyre, provova, performancën e ka shumë të mirë. Okej, Porsche Cayenne i ri, normal është më shpejt. Tashi Porsche historikisht ka qenë mos sportivi. Nuk ka qenë nivel Benz si BMW, për ka qenë më lartë. Edhe ka pas bo më pak makina, s'ka qenë aq komercial, ka qenë më i shtrenjtë. Cayenne nëzori nga kriza, bo modeli më i shit, kjo nga poshtë është Touareg, po Touareg nga poshtë është edhe Urus, po Touareg i ri. Po performancën e ka pas për, që ka qenë ka dalë frestrada më shpejt në botë. Tashi, deri në momentin që ka dalë turbo e parë, gjeneratës pre-facelift të saj, ajo ka bo këtë makinat SUV, frestrada sportive të parat. Okej, mund të themi që e ka nisë me loja me 55-ën, me W163-in, po 355 kuaj, 360 kanë pas. E BMW me X5-ën, 4.6-ën, nisë 4.8-ën pastaj, po ka jenë turboja, ose turbo S-ja kur pa të dalë, turbo me 450 kuaj, turbo S-ja me 500 qatë here. Kjo me 550 fabrike, tek arti 680, do me thonë në 2009 680 kuaj, si ka pas, atëherë Murcielago ka pas 620, Murcielago SV ka pas 670, kjo ka pas 680, llogaritë sa nivelesh bëhet fjalë. Celeria ka pas 625, shënduri fare. Atëherë ka qenë 599 GTB-ja, nga Ferrari dhe 620 ka pas. Do me thonë, për fuqi, performancë shumë e lartë. Edhe çdo gjë ka tamam fabrika është e rujtme, ka edhe këtë librin e tek artit,
I ka gjitha dokumentat, gjitha gjonat këtu, gjitha shërbimet ishin bote te karti, nuk janë kursy. Ai që ka pas ai Bobi, ai pari, nuk është kursy ai se nuk i kanë mungu lekt. Po edhe shije pas ka pas ai se ka specifiku shumë bukur. Tashi këto në treg nuk është se s'ka, po pak i kanë me të gjitha, edhe me interiorin, edhe me power kitin, edhe me pamjen e jashtme me body kitin. Nuk i kanë gjitha, të ralla janë shumë. Turbo S-ja normale ka sa dush, edhe turbo, edhe ato janë opcioni mirë, se ato janë goxha më lira, mund të morësh edhe me 10.000 euro në turbo, edhe modifiko, edhe janë boll shpejta edhe ato. Tregoni në komente cila është SUV-ja Freestrada ju e preferuar me kësaj periudhe, këtë kishit zgjedh ju. Nëse keni një makinë veçantë, më shkruani edhe rregullojmë ditën e gjejmë kohën të bëjmë një review. Ju uroj gjithë mirat, nëse s'keni bërë subscribe bëjeni edhe shifemi videon e radhës. Gjithë mirat, mirupafshim.